I rikthehemi para fushatës zgjedhore. Sonte do të bisedojmë me zotin Plaren Ndreca, deputet, aktualisht deputet I Partisë Socialiste, njëkohësisht dhe kandidat në qarkun e Tiranës në listën e hapur. Mi mbrëmje Plaren, duket se sa më shumë afrohen zgjedhjet, aq më shumë po kuptohet se sa shumë e vështirë është gara në një listë të hapur ku janë 37 kandidat dhe nisur nga rezultati I vitit 2021, ju luftoni për 6 deri në 8 vende. Si mendon? Po, është vërtet. Partia Socialiste në 2021 ka marrë 18 vende në Parlamentin e Shqipërisë. Ne shpresojmë dhe jemi besim plot që në këtë zgjedhje do ta thellojmë rezultatin po them në këtë totale deputetësh që ne do kërkojmë, pra besoj që nga 18 penshtimi një mandati në qarkun e Tiranës është I sigurt mandati 19, por ne do synojmë më shumë se kaq. Tirana ka qenë gjithmonë një fushë beteje kryesore gjithë garave elektorale dhe beteja ashpër sigurisht. Këtë herë ka një veçanti drejtuesi politik ose mund të quhet ish drejtuesi politik I Tiranës, kryetari I Bashkisë Erion Veliaj është në burg. Sa ndikon kjo rrethan në garën zgjedhore brenda kampit tuaj? Patjetër që ndalimi I zotit Veliaj nga ushtrimi I detyrës si tasaj të detyrës që kishte në bashki vijon të mbajë në bashki dhe asaj që kishte në drejtim politik Tiranës është një goditje politike për fushatën zgjedhore, megjithatë edhe me ardhjen e kryeministit të Shqipërisë si drejtues politik edhe I qarkut të Tiranës, unë mendoj që Partia Socialiste I ka gjitha mundësitë për të rikuperuar çdo lloj goditje edhe të kësaj natyre, I ka gjitha kapacitetet organizative, ka gjithë kapacitetet njerëzore që të prodhojë një rezultat që ne kemi synuar që nga fillimi I këtij procesi zgjedhor. Kështu që unë mendoj që me 11 maj rezultati do jetë ai që ne kemi shpresuar dhe ai që kemi objektiv dhe ai për cilin ne punojmë çdo ditë. Rregullat e garës këtë vit kanë ndryshuar nga gara e vitit 2021. Pra janë 37 vet në garë, siç e tham, nga ju, mes tyre aktualisht 3 ministra, 3 anëtar të kabinetit qeveritar, janë 3 apo më shumë nga ata që quhen senatorë të Partisë Socialiste, ka disa deputet aktualisht përsëri në listë. Dikush mund të mendojë se ndoshta ishte më mirë me ato rregullat e vitit 2021 kur listat ishin krejtësisht të mbyllura. Si mendon? Jo, unë mendoj që është një garë dhe politika në funditës është garë. Dhe gara vetëm I shërben cilësisë, I shërben pozitivisht demokracisë dhe përrjedhoj edhe ky sistem zgjedhor mund duket I vështirë nga pikpamja e konkurrencës madhe, por konkurrenca e madhe shërben që vetë partitë politike të garojnë me gjithë listën e tyre të njerëzve, kapacitetet e tyre njerëzore dhe të synojnë rritjen e përfaqësimit si parti politike, por edhe individët të cilët konkurrojnë me emrat e tyre individual kanë mundësinë që të shprehen gjithë profilet e tyre politike dhe të kërkojnë votën e tyre dhe bazuar edhe në këtë dhe bazuar edhe në profilet e tyre kanë mundësi që të shprehen dhe konkurrojnë dhe të marrin mbështetje dhe të tregojnë vlerat e tyre politike në një garë të hapur, e cila në rastin e qarkut të Tiranës është realisht e fortë dhe ashtu siç në fakt e meriton qarku I Tiranës, sepse është qarku më I rëndësishëm I Shqipërisë, është qyteti I Tiranës, bashkia e Tiranës është metropoli I Shqipërisë, kështu që dhe kapacitetet individuale vetëm të thjeshtë vetëm do t'i shërbejnë fuqizimit të përfaqësimit të Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe konkretisht ju personalisht me sa di mbuloni zonën e quhet atë që quhet Astiri në Tiranë apo jo. Ndërkohë lagje 14 ose njësia 14. Po, lagja 14 ose njësia 14. Ndërkohë ju personalisht keni një çështje të hapur me drejtsinë dhe prisni që ajo të mbyllet. Ka një akuzë për ju për pabarazi në tendera. Sa po ju ndikon në fushat? Nuk besoj se ndikon, është një çështje që I përket drejtësisë, është një çështje që nuk më shqetëson sepse është një çështje e kontrolluar nga çdo institucion I mundshëm I shtetit shqiptar.
është një çështje që i përket, le të themi, gjykimit tashmë që besoj do filloj së shpejti, dhe unë mendoj që le të lëmë drejtësisë ta shpreh vendimarrjen e saj. Unë kam kërkuar gjykim të hapur, gjykim normal, kështu që do jetë në sy të gjithkujt edhe gjykimi. Kjo ka qenë arsyeja pse kam kërkuar të hapur, i cili do jetë publik. Dhe për rrjedhoj nuk kam asnjë merak dhe asnjë droj për këtë gjykim. Faleminderit, Flaren Ndreca, deputet dhe njëkohësisht kandidat për deputet për zgjedhjet e ardhshme. Ecim tej.